Me Prive Klan Kosova ju mund të na gjeni në Facebook, Instagram dhe Twitter, e gjithashtu edhe kanali jonë zyrtar në YouTube është me po të njëjtin emër. E para se të shkojmë me rubrikën tonë të përjashme, një falenderimi posaçëm shkon për sponsorit tonë Golden Eagle. E çka është e vërtetë e pavërtetë për artistët tanë, i ndjekim bashkë në rubrikën tonë. Bullgarët huazojnë këngën Miropafshim, kjo është shumë e vërtetë. Her po huazojmë na e her ata, po prap ma shumë ata se na. I fundit projekt shqiptari i cili u konvertua në gjuhën bullgare është kënga Miropafshim me Ganimete Abazit. Origjinali i kësaj këngë u lansua në vitin 2000 nga Ganja, ndërsa pikërisht këtë muaj ajo u klonua nga këngëtari bullgar Milko Kalajgjiev. Noć posledna nastupi za nas. Kako mi ti dostigna. Kënga e këtij të fundit quhet Noć posledna, që në shqip do të thotë mbrëm. Noć posledna. Dallimi në mes të këtyre dy këngëve është vetëm gjinia e këngëtarëve që e performojnë atë, kur gjë hiç tjetër. Kompozitori shqiptar, këngë për këngëtare turke, lajmi është i vërtetë. Artan Kastrati, kompozitori shqiptar nga Maqedonia përpas krijimeve të tij muzikore për artistët tonë, ka filluar të deportojë edhe tek turqit. Madje prodhimet e tij muzikore do të jenë për emra të rëndësishëm të këtij tregu. Muzika e Sibel Gjan dhe Kibarie do të jenë të punuara nga kompozitori Kastrati. Blero në lidhje dashurie? Po, kjo është e vërtetë. Ndo që besoni, ndo që jo. Blero Muharremi ka ra ndashni edhe atë me modelen Afrona Dika. Të gjitha dyshimet që i keni pas në lidhje me këtë marrëdhënie, Prive u a konfirmon. Sipas burimeve tona, ata veç janë në lidhje. E nëse Blero me të vërtet ka ra ndashni dhe ka seriozisht këtë punë, ne po ja bëjmë halal, ama nëse ky veprim i tij është vetëm provokim, do të na vjen shumë keq. Për momentin s'kemi gjë tjetër, vetëm ju prifte mbara.